Disa rrugë në lagje të ndryshme të qytetit të Kërçovës janë në gjendje të rënë, të mbushura me gropa të shumta, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke shkaktuar dëmtime të konsiderueshme në automjetët që kalojnë çdo ditë nëpër to. Qytetarët shprehin shqetësimin e tyre dhe kërkojnë nga komuna e Kërçovës që urgjentisht të ndërmarrë masa për sanimin e këtyre rrugëve, pasi gjendja aktuale paraqet rrezik për sigurinë në komunikacion dhe rrit shpenzimet për mirëmbajtjen e veturave. Megjithatë, deri më tani nga komuna e Kërçovës nuk ka pasur ndonjë reagim konkret apo ndërhyrje për mbushjen e gropave dhe riparimin e rrugëve të dëmtuara. Po ashtu mbetet e paqartë nëse janë paraparë mjete financiare në buxhetin komunal për sanimin e këtyre rrugëve në periudhën në vijim. Qytetarët presin që institucionet përgjegjëse të reagojnë sa më parë në mënyrë që të parandalohet përkeqësimi i mëtejshëm i infrastrukturës rrugore dhe të sigurohet një lëvizje më e sigurt për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion.